Marrëdhëniet bashkëshortore. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për Muhammedin, mbi familjen dhe shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në ditën e gjykimit. Prej çështjeve që Islami i kushton rëndësi të veçantë është edhe çështja e familjes brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Duke pasur parasysh se bazamenti i çdo familjeje është burri dhe gruaja, Allahu për ta liçoi ligje, caktoi kufi dhe rregulla, detyroi detyra dhe na bëri me dije se përmbajtja dhe veprimi me këto ligje dhe rregulla prej anës së bashkëshortëve është shkak i formimit të një familjeje të shëndosh e të lumtur, e si shkak i përmirësimit të tyre më vonë, do të vjen edhe deri tek formimi i një shoqërie të shëndosh e të lumtur. Në këtë hutbe me lejen e Allahut do ta paraqes një tabelë orientimi nëpërmjet të cilës bashkëshortët do të kenë mundësi që të udhëzohen se si ta formojnë dhe përmirësojnë jetën e tyre bashkëshortore. Fillimisht, bashkëshortët duhet ta dinë se Allahu Azza wa Jall gruan e krijoi prej burrit, që ky i fundit të gjen preje tek ajo dhe me të të plotësohet begatia dhe të arrihet lumturia. Allahu Azza wa Jall thot: O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshortën e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, në komentin e këtij ajeti thot: Allahu prej Ademit krijoi bashkëshortën e tij, e cila është Hava alayha salam. E krijoi nga një brinjë krahut të majt të Ademit, ndërkohë që Ademi ishte duke fjetur. Kur Ademit i doli gjumi, gjeti një grua pranë tij të cilën e pëlqeu shumë dhe tek e cila ai gjeti mpreje tek ajo dhe ajo gjeti mpreje tek ai.